Jemi me shefin e stafit teknik Artim Pollozhani dhe futbollistin Endrit Krasniqi përpara ndeshjes me Bravën në kuadër të raundit të dytë eliminator të UEFA Conference League. Trajneri Pollozhani fillimisht do të jap prononcimin e tij për pritjet dhe më pas kalojmë edhe me futbollistin Krasniqi. Patjetër që na pret një ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse unë e kam potencuar edhe tek konferencat tjera që Kupat e Europës kanë një specifik që sa më shumë ture të kalojsh vështirësitë aq më shumë shtohen, që do të thotë duhet të jemi gatshëm 100% nga i pari deri i fundit për një performancë ose për një pjesë të parë 90 minutë që na pret këtu në Sloveni, sepse është me patjetër që të kemi një performancë të mirë si nga aspekti teknik ashtu edhe nga aspekti taktik, sepse na duhet pastaj për të vazhduar për vazhdimsinë, sepse janë ndeshje të forta, ka patjetër që duhet një qasje jashtëzakonshme, sepse sa më shumë kalojnë turët edhe vjen vështirësia është edhe më e madhe. Duke u bazu tek kjo, unë mendoj që nga i pari tek i fundit duhet t'jap maksimumin, sepse këto ndeshje të tilla janë specifike, duke marrë parasysh edhe vështirësinë që ta jep kundërshtari. Po, unë mendoj që Evropa nuk besoj që ka ekip të dobët dhe që luajnë në këtë nivel, kështu që ekipa ka punuar shumë mirë dhe besoj që është e gatshme dhe shpresojmë që të kemi fatin dhe të arrijmë atë që dëshirojmë, kalimin tutje. Duke u fut pak tek analiza e kundërshtarit, patjetër që si model kanë qenë ndeshjet miqësore plus një kampionat, sepse kampionati i Slovenisë është luajtur gjyra e parë. Tani si analizë, patjetër që është marrë ndeshja e kampionatit, patjetër që është analizuar kundërshtari, i dim, domethënë ato armë të forta që i kanë, edhe besoj që edhe ato dobësitë që mund ose që i shfaqin gjatë këtyre ndeshjeve, patjetër që kanë ndryshime nga sezoni i kaluar, kanë disa lojtarë të ri që unë mendoj që në manovër do jenë pak problem për të fut 100%, por që ajo që dim është që bëhet fjalë për një ekip cilësor, një ekip që patjetër armën më të fortë kanë fizikun, është një ekip që lut taktikisht mirë, është një ekip që luan me tranzicione të shpejta, që patjetër që ne duhet marrim masa që t'ju kundërpërgjigjemi me një qasje të mirë ose të shkëlqyer për të patë pastaj edhe ndeshjen tjetër që është në Shkup, që duke u fut me një rezultat pozitiv do ishte jashtëzakonisht pozitive për ne. Po mendoj që parafërsisht e dim, edhe pse kanë qenë lojë miqësore ku secili trajner apo secili staf provon diçka të re, besoj që e dina kualitetin edhe të Bravos edhe të Ligës të Slovenisë, kështu që neve na mbetet i kryejmë detyrat të cilat i vendosin para ndeshjes dhe dihet qëllimi ynë cili është, kështu që vazhdojmë dhe të punojmë për atë qëllim. Patjetër që është pozitive për kundërshtarin në këtë rast, por që mos harrojmë që në ditën e sodit çdo njeri të analizon, pa marrë parasysh që ti je në fazë me një vend ku pastaj ke ndeshje me një ekip të atij vendi. Unë mendoj që bota e sodit ka avancuar futbolli aq shumë që nuk ka më të fsheta. Domethënë, edhe po mos ishim në fazë përgatitore në Sloveni, unë mendoj që patjetër që kundërshtari do na analizonte dhe është pak më shumë në avantazh sepse ato nuk luajtën gjyrën e parë, ndërsa ne kemi luajtur praktikisht në gjyrën e parë. Dhe domethënë në atë sens të analizës ato kanë një përparësi më shumë se ne, por që edhe ne kemi përparësim në aspektin e asaj që ne 2 ndeshje në Kupat e Europës praktikisht i kemi kalu. Kundërshtari ka bërë një ndeshje në kampionat, por që unë mendoj që është ndryshe kampionati me Kupat e Europës. Ka favore, ka disfavore, por që ajo që duhet teksohet është që mënyra e qasjes se do futemi ne nesër në ndeshje, sepse për mua është një pjesë e parë nesër që mbaron me ndeshjen e rikthimit në Shkup. Nëse do kemi një rezultat pozitiv që ne do ta tentojmë me patjetër rezultatin pozitiv, do ishte një avantazh jashtëzakonshëm për ne, por që duhet ditë edhe kjo pjesa tjetër që bëhet fjalë për një ekip që është taktikisht jashtëzakonisht i disiplinuar, që do të thotë vështirësia rritet edhe më shumë. Po mendoj që
në ekipin tonë ne kemi lojtarë cilësor, kemi eksperiencën e duhur në Kupat e Evropës, nëse të gjithë këto bashkohen, duke i fut aty edhe atë dëshirën përfitore, unë mendoj që do dalim me një rezultat pozitiv. Shpresoj se do dalim me një rezultat pozitiv në ndeshjen e nesërme. Po rezultati pozitiv dihet që fitore atë do të jetë rezultat pozitiv, po kjo ndeshje dhe çdo ndeshje tjetër që është me kualifikim në rundin tjetër vendoset në Shkup tash, kështu që ne nesër shpresojmë të japim më të mirën dhe të përgatitemi sa më mirë për ndeshjen e radhës. Për sa i përket formacionit nuk mund t'ju them edhe mungesave, sepse ne kemi një seancë stërvitore që duhet kryer tani, pastaj do shohim si do jetë gjendja fizike e secilit futbollist. Unë kam potenciuar edhe në pres konferencat edhe para ndeshjes së kthimit edhe mas ndeshjes së kthimit që nuk duhet shfaqim shenja që kemi një rezultat pozitiv në xhep edhe tani të mos japim maksimumin, nuk ka shanse, por që patjetër që ajo ndeshje si interpretim ka qenë i mirë, por që kemi pas ato problematika, për shembull që ne i kemi deklaruar në pres konferencë pas ndeshjes që ai 1/3 e sulmit duhet veprimet të jenë më të shpejta dhe finalizimet të jenë më të shpejta. Kështu që nuk besoj që ka pas një neglizhencë, por që thjesht ato veprimet në pjesën e fundit ose 1/3 e sulmit duhet të jenë më të shpejta dhe ne aty kemi pas punuar gjatë kësaj jave që ato gabime që na shfaqen t'i evitojmë. Okej, ishte kjo pres konferenca përpara stërvitjes sotme këtu në stadiumin Stožice në Ljubljan, ku nesër nga ora 20:45 minuta Shkëndija zhvillon ndeshjen e parë të raundit 2 të eliminator të UEFA Conference League përballë ekipit të Bravos.